Unë kam kënaqësinë që këtu pranë meje sot kemi edhe ekspertin e sigurisë, zotrin Nureddin Ibishi, me cilin sot do të flasim shumë çka. Zotri Ibishi, faleminderit për kohën. Faleminderit për ftesën. Jo përgëzoj për një emision shkëlqyeshëm drejt për drejt për çështjet aktuale edhe normale ato që është shumë e nevojshme, sidomos në këto ditët e fundit, zotri Ibishi. 2 vrasje në 2 ditë. Domethënë vdekje nga aksidentet në trafik, vrasje nga armë të ftohta, armë, zjarri, të gjitha këto realisht na kanë ngatruar mendjen gjithë secilit, ka pas raste ku shumë prej qytetarëve dhe kanë vënë në pyetje se sa po jemi të sigurt të gjitha këto. Nga këndvështrimi juaj, një ekspert të sigurisë, çka po ndodh realisht në vendin tonë? Po mendoj këto në rastin përshqetësim gjithsesi, se kur rastet përfundojnë me fatalitet, është një shqetësim i mbar opinionit, edhe mendoj që në këtë rast ka të bëjë pra me 2 vrasje dhe një rast aksidental në trafik që për zotin Gashi, pra zyrtarin policor në kalimin kufitar. Dhe kjo është për shqetësim edhe në kuptim edhe për unë të shprej ngushtime për zyrtarin policor, por gjithsesi edhe këto 2 raste që janë në hetime. Tash nëse kthehemi rreth asaj se lidhës kauzale shkaku pasojë, ato duhet gjithsesi hetuesia, pra policia hetuese në bashkëpunim me prokurorin derisa të krejt rastit të zbardhjes, të mos rastin edhe të Dragashit për imamin, por edhe rastin Ferezaj të vrasjes për një personi të ri, por gjithsesi edhe aksidentin e trafikut në kalimin kufitar. Pra, mendoj që gjithsesi duhet të ndërmarrën masa paraprake edhe policia, edhe komuniteti, edhe përgjithsisht që këto raste çdo herë të paraprim me një mundësi të paralajmëri në kuptim parandalimit rastet me pasojë fatalitete, por janë të rastet që ndodhin aty për aty edhe por gjithsesi e kanë një paraprirje përveç këto momenteve caktuara për cilat s'po duhet të paragjykoj, është çështje që duhet gjithsesi këto të qartësohen në procedurat hetimore. Të gjitha këto vrasje ndodhi që në vetë në vend i vogël me kaq pak banor edhe kur ndodhin për çdo ditë gati. Një periudhë shkurt kohore. Një periudhë shkurt kohore, kjo është shqetësim vete. Kjo duhet të jetë edhe një alarm për institucionet apo jo? Po gjithsesi, tash ne po zëre thirremi jo çka bën policia, çka bën prokuria, çka bën gjyqësia, por çka bën edhe komuniteti në kuptim edhe qytetarët me qëllim çdo herë të pandalimit. Pra tash kur kreti kemi funksionale, gjithsesi duhet në disa raste kur mund të jetë paralajmërimi i hershëm që mos vjen me pasojat fatalitetit apo eventualisht një lëndimi, plagesa, diçka që mund të paraprin. Ajo është më mirë se ardhur, mirë po fatkeqësisht ky sistem i bashkëpunimit, se tash nuk është na po flasim për një situatë më të rënda në jetën e njeriu, por kemi raste që është qetësimi i qytetarëve të përditshëm edhe në kryeqytet, por edhe në qytetet e tjera të Kosovës. Pra, sa i përket rendit të qetësisë publike, sa i përket nganjëherë në orët e natës gati s'ke gjumë prej automjeteve për personat bezdisshëm që me lloj-lloj ndryshimi atje të sistemit të motorit, vinë nga jashtë, i paguajnë 300-400 euro edhe i çmendin qytetarët pas gjysmës natës apo ka mëngjesi, ata janë ndikim drogës apo janë psikopat, është çështje tjetër. Mirë, po fatkeqësisht as policia, as institucionet nuk ndërmarrin masa paraprake që t'i ndalojnë. Unë po flas tash për një diçka më sekondare apo të them krahasim, mirë, po kjo është një shqetësim qytetar që duhet gjithsesi këta persona, këta them psikopat, të quajnë jo ndryshe, apo thonë dhe ka mundësi të frenohen, shkojnë për gara, akuzatione, e jo në për vendbanimet, pra në për pjesë urbane të qytetit, po më them edhe ka spitalet, të sillen në këtë mënyrë, dhe unë disa herë kam ngritë zërin, më tash po duhet edhe në këtë mënyrë të kritikoj edhe policinë, por njëkohësisht edhe organet lokale, gjithsesi komunat, në këtë rast pasi jetojmë në Prishtinë këtu në kryeqytet, kjo është një situatë e përditshme. Nuk ka njerëz që e takojnë rrugë, ndërtohet pasi që mirë me qartje sigurisë, çka po ndërmarrin.
Pra, unë këto raste do t'i paraqes, i kemi edhe të filmuar, edhe kemi raste, pra kjo është një çmenduri në qytetin tonë, po sa duket nuk është vetëm tek ne, ka edhe në qytetet e tjera. Po, zgjedhja është shumë e mundshme, këto mjete do të konfiskohen gjithsesi, po s'ka nevojë me prit ndryshimin e ligjit për trafikun o diçka tjetër, mirë po shumë lehtë. Në Amerikë shumë janë ngarkuar me njerëz, qoftë është automjet, është mjet motora, motocikleta, ku ta diun diçka tjetër, janë ngarkon edhe ai det ecë rrugës këmbë, apo për një kohë caktuar dhe sa kjo gjendje nuk sanohet. Zotëri Bishi, ne në Kosovë në vazhdimsi... Tash po vjen keq që kaluar prej po kalojnë një shqetësim gjithëmbashëm qytetar, sidomos në kohën e verës, kur fillojnë vinë nga jashtë, edhe kjo është një dukuri që tash po kthehet diçka shqetësuese për qytetarët. Vinë, shkojnë te automekanikët e caktuar, ja vendosin ato për me bo zhurmë ato, edhe ata... Unë kam dëgjuar një koment se nuk po e kanë lirinë për vendet ku po jetojnë, dhe më pas kur po vinë në Kosovë po shprehnohen. Plotësisht ke të drejtë. Edhe këto e bëjmë bashkëpunim, ndërsa policia nuk ndërmerr masa duhura. Këtu duhet masa strikte. Konfiskimi i mjetit në kohë caktuar, ku ta dinë si është edhe me ligj, pasi edhe komo bëhet atë ligj, domthonë ka justifikim edhe ligjor si bëhet edhe ndalon këta mos si quaj tash aty me një se nuk është e imja, nuk është fjalorin tim, por e tjetri dhe të shfrenohen dikun tjetër e jo në qetësinë edhe mirëqenien, rendin dhe qetësinë publike të qytetarëve. Ne në Kosovë në vazhdimsi kemi pas raste të vrasjeve. Edhe realisht gjithë secili po shqetësohet mas të madhe, sidomos kur po kemi të bëjmë, e patëm rastin brëm të imamit që u vra në xhami me një thik të ftohtë, por pse po ndodhin këto vrasje? Pse një numër kaq i madh? A është në pyetje shoqëria, a në pyetje tash një barë e thatë edhe ju, e kanë edhe institucionet këtë rast policia që nuk konfiskon ose diçka të tillë. Çfarë po ndodh? Zakonisht një lidhemi, apo vrasje ndodhin me mjete ose të gjarta, ose mjete të ftofta, apo një forma të tjera, por realiteti është që kemi mos të jashtëzakonisht madhe të anëve ilegale në posedim ilegal qytetarëve. Edhe ata po i bartin gjithandej, tash ndoshta po edhe këtë rastin e parë, po edhe dytin, sa është armë e ftoftë, edhe thika, ku ta diun diçka tjetër, por realiteti është se shumë pak është bë kuptimin e legalizimit të armëve, se gjitha këto vrasje, po edhe plagesa bëhen me armë ilegale. Kjo është e vërtetuar në aspektin statistikor, po edhe praktik proceset gjyqësore, dhe janë bërë dy ligje për çështjet të legalizimit të armëve, gjësi dorëzimit të armëve ilegale, dhe nuk u bë asgjë më shumë. Dhe kjo tash dikun kanë qenë, nëse nuk gaboj, 340.000 armë pas luftës, por Kosova ka hyrë në fazën e rindërtimit apo të krijimit të institucioneve nga një situatë lufte, ai ka qenë e pritur, por kanë kaluar vitet, pra kaluan po hym decenien e tretë, edhe ne akoma flasëm për një numër jashtëzakonisht të madh të armëve ilegale. Kanë ndodhur dy legalizime që nuk kanë sjellë shumë rezultat, pasi që si kanë parapri një fushatë e gjithëmbashme të ftesës qytetarëve, nga si se qytetarët as kanë problem për armë. Mund të kenë armë personale, çejtarisë, gjyhetisë, mund të shkojnë poligone. Armë leje që merren. Me leje. Edhe tash, ato armë ilegale tash kemi pe armëve ushtarake apo eksplozive, ku thotë tjetër, ata i mbajnë në ilegalisht. Pra nuk kem, nëse dikur ka qenë, them, ajo kem qenë në pushtimin e huaj edhe kem pas çdo herë armën si një mbështetje, tani më kjo nuk është. Kemi institucionet e sektorit sigurisë, edhe forcën e sigurisë, edhe policinë, edhe KFOR-in, e gjitha bashëm. Nëse dojmë të kemë armë, të kemë armë të legale. Edhe kjo është tipi burimeve për numrin e kaq të madh vrasjeve. Janë bërë disa aksione policore me shumë të mira në Kosovë. Edhe pra qasja në armë është bërë më e lehtë. Edhe është këto aksione pse ka qenë paralajmëruar, pasi kjo duhet të bëhet ashtu, dhe janë konfiskuar një numër i konsiderueshëm i armëve. Qytetarët
jo dhëmë armët e shkurta, them pistoletat, që i mbojnë atje kasaforta dhe shesin men, ku ta dione këta, s'po du tash me apostrofu se ka është një numër i caktuar i tyre, vinë në qendër të qytetit, apo në ende publike, ku ka frekventim të madh qytetarëve, edhe për leshën, edhe zakonisht psojnë, edhe unë them ato në rrethonat, them jo drejt për drejt ata që janë në konflikt apo krijojnë konfliktin, por çdo herë pra personat e tretë, si qytetarët që janë të kalimtar apo prezent në atë vendngjarje. Kështu që në këtë drejtim duhet të jemi shumë më strikt. Gjithashtu policia bën punën e vet, por ai theti që gjykata shqipton masa shumë të lehta, edhe kjo i inkurajon ata, hajtë se i paguajnë 500 euro dhe kjo më fshihet për asaj, do është nën minimumin ligjor, them ashtu, në vend që të shkon një masë të denjë, nga se ajo armë, flasë për pistoleta, por ka dhe pushka automatike, midis qytetit, nga ndodhë disa herë, ku kemë pas rastet të vrasjeve, të plagesave, këta dione, edhe jo vetëm personat që kanë qenë të lidhur me rastin konkret, por qytetarëve apo kalimtarëve të rastit. Po pse po ndodh që a jemi shumë të nxituar si shoqëri që pjesën e parë ndoshta e marrin vrasjen, edhe çdo konflikt më njëherë shkon në vrasje? Po e dini fort mirë, mos them për gjëra banale, për një vend parking kemi pas raste të vrasjes, kemi pas raste. Për atë po them. Aty për një fjalë. Aktin e fundit e mendojmë të parin. Tash kur e ke armën me veti. As i fundit ai nuk do duhet ishte. Ajo them shkon shkallë për te të priturës. Kënë dëgju ndonjëherë, thotë mirë që s'm qëlloj me veti, apo thonë atë banalitetin se kisha bë këta. Ajo që s'm ka qëllu me veti, ne po japim mundësinë që ta ketë ai me veti, nga se nuk po kem as kontroll deri dikun, them, por masa represive në kuptim të marrjes dënimeve, kur i nxjitet arma në automjet, një objekt caktuar ku ka çështje publiku, ku ta dinë diçka tjetër, se dihen çfarë kushte duhet edhe arma kur është mbajtje personale apo edhe kolektive, çfarë kushte duhet të jetë në kasafort e siguruar, se mund të kenë çështje aty edhe fëmia, familjarët apo dikush tjetër, por ai zotëria apo del mes qytetit edhe e vendos armën në brez edhe hyn lokal edhe krijon një pasigurie. Keni vërejt nganjëherë edhe vret nga vetë prezent aty, ose e lëshet si po përshojnë lokale, po diçka dhe pritet një situatë. Për këtë arsye mendoj që në këtë drejtim duhet edhe policia, edhe sidomos gjykatat të jenë shumë strikte në shqiptimin e masa, por njëkohësisht edhe bashkëpunim me qytetarët. Kjo është masë madhe e domosdoshme se policia s'mund të jetë gjithandej. Unë kam kritika pse policët nuk janë shumë teren. Që jenë në vendet tjera, ki policë civil gjithandej. Edhe në moment ndërhyn, apo thonë, të ne akoma kemi sekundare këto në krahasim me do prioritetet sigurisë që fatkesisht janë prezente që duhet policia të mirët me to dhe në bazë kapacitetit të veta vështirë është t'ia dalë. Por, gjithsesi, mendoj që edhe me plane operative, po edhe me prezencë teren, qoftë edhe si zyrtar policor civil, të ndërhyjnë edhe pasi që realiteti është nuk bën ato vetëm me operacione caktuara ku krejt po e dinë qytetarët dhe ata lajmërohet për operacione caktuara për pra lidhur me armë, për bardhjen apo ndalimin e bardhjes së armëve, por edhe në raste tjera, në ndërhyrjes duke bërë razie aty me qëllim krejt siguri qytetarëve. Kjo është me ligj e mundshme, por realiteti është që ai nuk po bëhet në nasën e duhur. A ka ndryshuar profili i autorëve të vrasjeve krahasuar në 10 apo 20 vjet e fundit në Kosovë? Po, tash në vërtetën ka ndryshuar, sigurisht që ka ndryshuar, por akoma kemi persona që janë të prirur për raste të tilla, edhe ata janë lehtë identifikueshëm edhe nga komuniteti edhe ne tash s'po hy brendi pasi që edhe kam qenë në zyrtar policor edhe kam paraprime projekte ndryshme
edhe ato projekte fatkeqësisht po zbatohen, se ka prioritete të them madhore për sigurinë e Kosovës, edhe në veri, edhe çështje tjera, reformimi i policisë përgjithsisht është i domosdoshëm, por sektori i sigurisë ku nuk po zbatohet, ajo është që çdo lagje, qoftë pjesën rurale apo ku janë ato bashkitë lokale apo lagje në kuptimin e asaj të pjesëve urbane, janë zyrtarë të caktuar policorë që non-stop frekventojnë, komunikojnë me qytetarë, me shkolla, me institucione tjera që janë aty në atë pjesë të lagjes, edhe di situatën fort mirë për ata personat që kanë një të kaluar kriminale, mos flasëm edhe tash për drogat në shkolla, mos flas edhe për armbajtje në shkolla, për dhunën në shkolla, ku edhe diun tjetër, që është detyrë e sektorit sigurisë kuadër stacione policore. Fatkeqësisht ky projekt, edhe pse u bë para 2 decenije gjys, akoma nuk është vënë në funksion. Për këtë arsye, nga ajo se çdo herë policia po paraqitet në rolin e zjarfiksit më shumë, e jo në kuptimin e një policie që duhet në rend por me masa preventive të parandaloj rrjedhimin fatal të një ngjarje apo një dukurie, po çdo herë në bashkëpunim me komunitetin. E kjo arrihet nëpërmes sektorit sigurisë që kur pa ta bëu atëherë më kujtohet ka qenë një flas për vitin se nuk ka bëj vitin 2001 apo 2002, po kur u këtë projekt edhe isha me një policë amerikanë, pasi që janë këtë departamentin për zhvillimit politikave të sigurisë në kodët policisë, të mikut edhe të shërbimit policor të Kosovës të atërshme. Edhe më shqyqon projektin, pasi që duhe anglisht të bë, një Aguilera e thotë, më falë, ku keni marrë ju këtë model? Edhe ka ideja për këtë model. Edhe thash, po, kjo ide që ka funksionuar dikur edhe është edhe di që në disa vende të rajonit, sikur që është në Kroaci, në Malzi, disa tjetër, është treguar shumë i suksesshëm. Po kjo është një sistem, një model i veprimit i policisë japoneze. Me thash po hy për gjenezën se ka ardhur ideja për atë, se vetëm më lëmtuar, por atë tjetër është që tregu i suksesshëm. Po asnjëri zbatuar në policinë e Kosovës. Pse? Ajo është bo si projekt ekziston letër, por në zbatim jo. Pse nuk zbatohet? Pse nuk zbatohet? Për arsye se zyrtarët policorë janë të stër angazhuar me aktivitete prioritare të sigurisë, që ato duhet mirë kuptuar. E kuptueshme, po. Edhe një fort mirë, edhe qartë një veri, edhe qartë janë angazhimit tyre gjithë bashkë. Policia po merr role që realisht nuk duhet t'i ketë, se nuk duhet asiguroj objekte se është bo ligji edhe për infrastrukturën kritike, edhe për shërbimin privat të sigurisë, por realiteti është policia po duhet me angazhuar edhe sigurim të objekteve qeveritare që janë në kodët infrastrukturës kritike, edhe të diploma ambasadave, pjesëve tjera të misioneve ndërkombëtare këtu, edhe kjo mëson edhe objekteve kishtare të kishën ortodokse sërbe dhe të tjera, edhe bën që policia të jetë e stëngarkuar me aktivitetet që nuk përkojnë shumë, apo s'përkojnë fare me rolin, detyrat edhe aktivitetin policor. E për këtë arsye kem tash këtë... E pse stëngarkohet policia, zotëri Bishi, përderisa nuk e ka ndoshta për detyrë ta ruajë ose të kujdeset për... Ajo si adel. Nga se ajo një prioritet i domosdoshëm që të zbatuar, ndërsa këto tjera mbetin pak sekundare. Mos të madhe çështje tjera të policisë për cilin fatkeqësisht edhe mjetet e tjera që nuk po shkon ndesh me atë, po s'duhet të hapin një tim tjetër. Është tim në vetë ajo, po. Policia ka një besim të jashtëzakonshëm qytetar pas FSK-s, edhe këto duhet mbajtur, edhe duhet mbështet zyrtarët policor, sakrificën e tyre edhe në veri me herojt, pra edhe Zybirin, edhe Bunjaku, por njëkohësisht edhe këta të tjerë të rënë një numër shumë i madh, pra them herojt e lirisë, edhe që mundohen me gjithë përkushtimin e tyre të mbajnë rende qetësinë, sigurinë e vendit, por realiteti është që me këto kapacitete, them kufizuara, nga se na nuk mund të kemi për të asaj çfarë është një standard europian, masë më të madhe të zyrtarëve policor, por çdo herë prioritetet janë zakonisht policia paraqitet si zjarfiks, po jo edhe në aspektet e punëve substanciale, operative, parandaluese, të
të rasteve, edhe të krimit, edhe të kundërvajtjeve që një formë po ngrit një çështje shqetësimi qytetar, kur flasëm, kur tash dëgjojmë rastet, 3 rastet një pasnjëshme, pra 2 vrasje brenda 2 ditëve, andaj edhe pra vdekja nga aksidenti i zyrtarit policor, edhe shumë rastet më hershme që ngjarje që na kanë trondit shumë e vërtet. Trondit. Ne shpeshherë në raste të tilla kemi dëgjuar se autorët kanë qenë edhe të njohur në mes vete, në mes tyre. A do të thotë kjo se konfliktet private po fillojnë që të bëhen ato më të rrezikshmet? Po, tash çështja është e vlerësimit të zyrtarit policor që mirën shumë drejt me ata i kanë ato them e kanë evidencën për këto qytetarë, tashmë sistemi i IT-s, të cili e ka them të deponuar në databazën e vetë, ata e dinë fort mirë për secilin person, çfarë i ka sjelljet, edhe ata çdo herë kanë parasysh kush mund jetë, pa kryesi eventuali i një vrasje të caktuar apo një kundërvajtje apo diçka ajo po është metodologjia punës së udhëhequr nga inteligjenca, edhe me normalmente këtë sistemi modern të programeve të IT-s edhe këto, kjo bën një polici shumë suksesshme, por realiteti është që disa veprime tradicionale të policisë akoma do të mbeten në sistem, se po tregohen që kanë qenë suksesshme në rajon. Kroacia është vendi i Bashkimit Evropian, Slovenia është vendi i Bashkimit Evropian, Mali i Zi gjithashtu pretendon shpejt të jetë. Pra, sistemi i bashkëpunimit, pra, po zyrtarit policor me qytetarin është domosdoshëm, se qytetari është çdo herë në vendin e caktuar ku mund të ishte, edhe t'i parandaloj, ato t'i paraqeste, janë sigur mos marrë të botë kuptime ky shpioni, ku ta di po paraqet rasti, mi po me qëllim të parandalim një rrjedhimi në pasojë të fatalitetit apo eventual një kundërvajtje për cilat unë fola, edhe që është një shqetësim gjithmonë qytetar. Kudo që shkoj në qytet, më pyesin mua, akoma çka po bëne, pse s'po lajmëron këto institucionet e policisë, nëse këto organet e policisë, të komunës edhe ata, ne nuk kemi gjumë gjithë natën, sidomos kohën e verës. Kjo është një dukuri që sikur trunë, sikur futet edhe nuk do me ndëgjue. Kjo është për kritik. Unë tash kur do të ndërmarr, do të shkoj edhe te autoritetet, do t'i paraqes, nëse nuk ndërmarrin atëherë ne do të jemi edhe ju mediat, edhe unë do të jem krahun me juve dhe do të bëjmë këtë punë të madhe. Lirë del një disa pika, edhe ka spitalit, edhe ka do lagjet e caktuara, edhe shihni kur jo vetëm pjesën them ku halek akoma ka frekventim, them pe përkufizoj orën 22 dikon, po e them e shë mas orës 22 e shmend jo vetëm lagjen po dhe qytetin me ngaset automjete edhe stadione që me pasoja ke edhe aksidentet ma në trafik, po fundi pësojnë edhe ata vetë, se duke mos i ndaluar apo parandaluar në veprim, ata edhe vetë do të përplasin, kur ai shkon 200 km në orë një pjesë. Ata kemi pas raste të tilla, po. Po sigurisht, po. Edhe është të mirën e tyre. Policia do të jetë, jo të presin vetëm thirrën drejtat e njeriut, jo të pronën se diçka, jo zotëri. E ke shkela drejt, atë drejt s'do ta gëzosh më, se po rrezikon veten, po rrezikon qytetarët, edhe po prish rendin edhe qetësinë edhe të njerëzve të foshnjeve, të njerëzve që janë në spitale, ku ta diun edhe deri te njerëzit që janë qetësinë, habitatin e tyre, thjesht. Zotëri Bishi, para se ta përmbyllim këtë bisedë, dua që pak shumë shkurt marrim një mendim edhe për zhvillimin politik në vend. Ju keni qenë edhe pjesë e lidhjes demokratike të Kosovës dhe e njehni mirë këtë pjesë. Pas mbledhjes që ka pas dje lidhja demokratike e Kosovës, janë rikthyer diskutimet për një mundësi rreth rikthimit ose bashkëpunimit me vetëvendosjen. Si e komenton ti këtë? Por po du me komentu me një shkurt. Okej. Me një herë, unë e këma lutu para 2 mandateve, se këto na përshkojmë ka sistemi bulgar, apo dhanë, ku ata brenda 2 vjetë e patën 7 zgjedhje, na kemë rrinë 5, apo dhanë, e që e tërën bulgar, jo pak faj është edhe LDK-ja, se atëherë ku ma lutu që edhe LDK-ja është dosht
të bëhet një koalicion. Domosdoshmërisht ne duhet të mes vetes po mirën vesh. A di se na shkojnë jashtë. Po ju korpusi politik shqiptar me koalicione, ju s'po mirën vesh mes vetes. Çka më ju bë? Mos po flas për listën sërbska, se ata do të mirën vesh, ata janë dirizuar pe Beradi, pe Vučića, ku ta di me plane ekstreme, ku ta di unë. Por realiteti është jo shqiptarët po mirën vesh, partitë politike shqiptare edhe koalicionet po mirën vesh. Unë atëherë ku ma luduhe, pse jo, të provojmë, mirë po këta zotërit nuk ndeshtën, as kryetari i LDK-s, atëherë ishin akoma ishin atë farvalje. A do të arrit një marrëveshje apo jemi larg marrëveshjes? Unë jam optimist që do të arrit me shumë vonesë, se akoma i kam publik ato thënjet e mia. E di, kam pa. Mas sa kohë dështime edhe është për të turp, pra edhe këta deputet, pra që po edhe këto parti politike me rëndësi me pesha më e madhe bie te koalicioni qeverisës. Ata kanë detyrën, nuk ata mendojnë me një hipotezë, them shahit kësimi i kalit ta zgjedhin situatën për presidentin apo presidenten, nuk bëhet ashtu, po dohet me një paraprirje dhe kur ipën janë në fatin e fundit, e mendoj që po shpresoj që më në fund janë mush me anxhet, edhe fillojnë me kohë të kalkulojnë ato, edhe brenda fateve kushtetuese të nisin bisedimet edhe të vijet e një marrëveshje edhe ajo çka është me rëndësi edhe për presidentin. Nëse do të arrijë një koalicion i tillë, kush do të lëshonte më shumë peng këtë rast? Lidhja Demokratike e Kosovës apo Lëvizja Vetëvendosje? Apo në këtë rast do të ishte një kosto politik për të dy partitë? Po çështjet marrëveshje politike tash mos shkojmë ato kurzimet që bëhen, jo ky post që ai për flitet për ato postet kryesore, pe postit presidentit, kryeparlamentarit deri tek posti kryeministrit. Po mendoj këto gjithsesi duhet kur do të çojë ai që ka nevojë. Në këtë rast koalicioni i pushtet ka nevojë për me pas atë them spaku kvorumin për atë etikisht spaku 80 deputet, nga se vjen çështja sidomos ajo e ndihshme te zgjedhja e presidentit ku do të pra të jetë prezenca në atë fazën e fundit, tretën, atë raundin e tretë, që të jenë 80% edhe ajo them shumica minimale, them apo 61 të jenë për pro, edhe kjo të kalohet. Këtë mënyrë mendoj që gjithsesi partia apo koalicioni pushtet do të shojë edhe të vjen deri te zgjedhja. Tash mos do të jetë atyne t'ju diktoj, por ata do të shkon të arsyeshme që të arrihet një, të kalohet kjo situatë e ngërçit, edhe akoma ata janë të vetëdijshëm që çfarë pasojë po sjellin këtij vendi. Ata janë turpi i këtij vendit, gjithë që janë përgjegjës. Edhe prej liderëve edhe shtetëror, institucional, edhe udhëheqës partijak, deri te ata deputet. Di çfarë roli kanë ata. Kritikuar disa herë. Ata janë po sikur demelat e Stambollit. Nuk e di çu s'po heqin dorë një herë prej meditjeve apo prej pagave të maj. Unë vetëm kam qenë deputet, po unë nuk di e kesh kur kam marrë pagën e s'kam kontribue. E ata që 3 mandate sillen vërdall aty pari, edhe qysh një për tyne nuk tha që unë po heq dorë prej meditjeve apo prej pagës, por çdo herë kërkojnë vetëm benefite dhe benefite. Mendoj që në këtë mënyrë nuk bëhet shteti, edhe se kanë fare për një me, këto po e thëmë, e pesha bie pej më të madhit, apo partisë më të madhe pushtet, po jo pa peshën edhe përgjithësi edhe parti tjera. Po votuesit e LDK-s, a do ta mbështesin një bashkëqeverisje me Lëvizjen Vetëvendosje? Po e kush vet atë. Sepse kemi parë. Sikur që ka pyet që kjo vëllëheqë, kjo është çështje tjetër. Mirë po, unë e shoh sadopak që të zgjedhjet e fundit një këndellje të elektoratit. Për çka konkretisht? Po, për çka? Ka qenë kështu, si ka dhënë votën disave që pak po paraqesin ekstrem. Secila parti politike ka pasojë që asaj. Edhe kjo duket sikur një këndellje e elektoratit që çdo herë i zgjedhin njerëz që janë meritor. Jo vetëm ata që premtojnë apo bojnë janë ekstrem kuptimin e çështjes apo në përmbushjen e misionit caktuar
Dhe kjo duket sikur po reflekton tani, edhe po vetëson që edhe deputetët edhe tjerë që vota do të shkon për ata që janë meritorë dhe që e kanë për një me këtë shtet e jo të bëjnë lajka me një shtet që fitu me gjak. Zotëri Bishej, falenderoj shumë për kohën, për temat që shtjelluam, uroj se kjo bisedë këtë përquar mesazhet tek gjithë secili shikues, por edhe dëgjues i Radio Televizionit 21 dhe jo vetëm. Faleminderit shumë. Unë po të dëshirë falenderoj për ftesën se kam mungu kështu në media për shkak të si shkaktu isha në Amerikë, por gjithsesi përveç rasteve tragjike me fatalitet që i trajtuam, unë po shoh edhe këtë mesazh. Edhe lus policinë, po edhe institucionet lokale, po edhe qendrore tjera, që të krijojnë kushte për rënë qetësi publike, sidomos për këta që s'po duhet prapë me trajtuar bashkështu, por këta që po e prishin rendin, që po e shqetësojnë qytetarët, edhe që nuk përkrijojnë një ambient të qetë edhe për vëllezërit tonë apo bashkëdhetarët tonë që vinë tash kohën e pushimeve. Edhe ata thonë çka po ndodh kjo. Tash po hy për gjenezën e kësaj, po do të flas një temë tjetër me më shumë fakte konkrete. Natyrisht do t'ju kemi prapë të ftuar. Faleminderit shumë edhe një herë zotëri Bishej. Kënaqësi që ju pata sot.